Ndaloje videon për një sekond. Dhe mendo sinqerisht. Kur ishte hera e fundit që dikush të ndërpreu fjalën? Sikur zëri ju të mos kishte vend në atë dhomë. Kur ishte hera e fundit që bëre diçka të madhe për dikë? Dhe nuk more as edhe një faleminderit të vërtet. Kur ishte hera e fundit që ule në darkën familjare? Në takim me miqt? Ose në zyrë? Dhe u ndjeve si xham, i pranishëm, por i padukshëm. Nëse po, vazhdo. Sepse ajo që do të dëgjosh sot, nuk është këshill e zakonshme. Nuk do të tregoj si ti bësh njerëzit të të duan. Nuk do të jap fjalë magjike për të fituar respektin e dikujt. Do të tregoj diçka shumë më të vështirë. Do të tregoj pse ke mësuar të jesh i padukshëm. Dhe si, pa e kuptuar, e ke ndërtuar vetë këtë padukshmëri, tull mbi tull, vit pas viti. Jo nga keqdashja, por nga kondicionim, nga frika, nga besimet e hershme, të heshtura, të ngulitura kaq thellë, sa i ke marrë si të vërteta absolute, pa i vënë në dyshim, pa pyetur kurrë nëse janë vërtet të tuat. Carl Jung tha diçka që pak njerëz e kuptojnë vërtet. Derisa të bëjmë të pavetdijshmen të vetdijshme, ajo do të drejtojë jetën tonë, dhe ne do ta quajmë fat. Me fjalë të thjeshta, gjithçka që shmangim brenda vetes, jeta na e kthen mbrapsht, si njerëz, si situata, si modele që përsëriten, jo si ndëshkim, por si pasqyrë. Dhe ky është kuptimi që shumica e kalojnë pa e ndjerë. Lexojnë, tundin kokën, thonë interesante dhe vazhdojnë njësoj si gjithmonë. Sepse ta pranosh këtë vërtet, që disrespekti që merr ka lidhje me mënyrën si e sheh veten, kërkon një guxim që pak njerëz e kanë. Është pasqyrë. Dhe sot, bashk, do ta shohim atë pasqyrë. Nëse je gati të shohësh ato që shumica nuk guxon ta shoh, qëndro. Sepse kjo nuk është një video që të bën të ndihesh mirë. Është një video që mund të ndryshojë gjithçka. Imagjino dy persona, të njëjtën moshë, të njëjtën inteligjencë, të njëjtat aftësi. Personi i parë hyn në dhomë dhe njerëzit e vërejnë. Nuk bërtet, nuk kërkon vëmendje, por ka diçka, një qetësi të brendshme, një qëndrueshmëri që thot, jam këtu dhe e di kush jam. Personi i dytë hyn në të njëjtën dhomë, buzëqesh, është i sjellshëm, mundohet, por njerëzit e kalojnë, e ndërpresin, e harojnë. Çfarë ka personi i parë që i dyti nuk e ka? Jo para, jo privilegj, jo pozitë sociale. Ka diçka shumë më të thellë. I beson vlerës së vet, pa pasur nevojë që dikush t'ia konfirmojë. Dhe njerëzit e ndjejnë këtë, me instinkt, me atë inteligjencë të lashtë sociale që lexon gjuhën e trupit, tonin, hezitimet, çdo sekond. Kur hyn me besim të brendshëm, bota regjistron, ky person di kush është. Kur hyn duke kërkuar miratim, bota regjistron diçka tjetër. Ndalo për një moment. Pyete veten, kur hy unë në një dhomë, çfarë kërkoj? Miratim, pranim, apo thjesht të jem? Nuk ka përgjigje të gabuar, vetëm e vëre. Jungu besonte se realiteti i jashtëm është shpesh pasqyrë e botës sonë të brendshme. Ajo çfarë tolerojmë, ajo çfarë lejojmë, ajo çfarë pranojmë pa kundështuar. Këto nuk janë rastësi. Janë komunikimi heshtur i asaj si ne e shohim veten. Kur hesht ndërkohë që dikush të trajton keq, po komunikon, kjo është normale për mua. Kur pranon çdo gjë pa kundështuar, po komunikon, nuk besoj se meritoj ndryshe. Kur fal para se t'i kërkohet falje, po komunikon, lidhja është më e rëndësishme se dinjiteti im. Dhe njerëzit nuk e dëgjojnë këta me vesh, e ndjejnë dhe reagojnë saktësisht sipas asaj çfarë po u komunikohet. Kjo nuk do të thotë se janë keqbërsa, do të thotë se po lexojnë sakt. Ti nuk tërheq ato çfarë dëshiron. Ti tërheq atë çfarë beson se meriton. Edhe nëse ai besim fshihet aq thellë në pavetdijen tënde,
sa asnjëherë nuk e ke shqiptuar me fjalë. Dhe ja ku fshihet e vërteta e dhimbshme. Jung tha se shumica e njerëzve jetojnë duke u përpjekur të ndryshojnë mjedisin e tyre, pa ndryshuar asnjëherë atë çfarë zgjojnë brenda vetes kur hynë në atë mjedis. Ndryshojnë qytet, i njëjti model, ndryshojnë punë, e njëjta ndjenjë, ndryshojnë partner, e njëjta plag, sepse nuk ka qenë asnjëherë rreth tyre, ka qenë gjithmonë rreth bisedave të heshtura që ke bërë me veten, atyre besimeve të formuara herët që flasin pa zë, por drejtojnë çdo zgjedhje. Jam i rëndësishëm vetëm kur jam i dobishëm. Nëse them jo, do ta humbas lidhjen. Nuk dua të jem barë për askënd. Dashuria duhet të fitohet, nuk vjen thjesht. Këto nuk janë mendimet e rastit, janë programime, janë skenar të shkruar shumë kohë më parë kur ishe i vogël dhe kërkoje të kuptoje si funksionon bota, dhe ende ekzekutohen çdo ditë, pa pyetur nëse janë ende të vërteta. E ndërkohë që vazhdojnë pa u shqyrtuar, cikli nuk ndalet. Ka një koncept në psikologjinë e Jungut që pret të kuptohet. Ai e quajti persona, maskën sociale, shtresën e jashtme që ndërtojmë për t'u pranuar, për t'u dashur, për t'u mbijetuar në botën sociale. Persona është e nevojshme, pa të nuk mund të funksionojmë. Por shumë njerëz, veçanërisht ata që u rritën në mjedise ku dashuria nuk ishte e garantuar, bëjnë diçka të rrezikshme. Harojnë se maska nuk janë ata. Dhe kur kjo ndodh, kur e tëra jeta bëhet performancë për të fituar miratimin e të tjerëve, ndodh diçka tragjike. Bëhesh i padukshëm për veten tënde. Menaxhon emocionet e të tjerëve mirë, adaptohet mirë, shmang konfliktin mirë, por nuk di çfarë ndjen vet. Nuk di çfarë dëshiron vet. Nuk di as kush je kur nuk ka njëri para teje për ta kënaqur. Mendoje këtë me sinqeritet. Kur dikush të pyet si je, ai tregon vërtet si je, apo automatikisht thua mirë dhe kthen pyetjen tek ai? Sa herë ke harruar çfarë do, sepse ishe shumë i zënë duke menduar çfarë dëshirojnë të tjerët? Dhe pastaj vjen paradoksi i dhimbshëm. Sa më shumë të përpiqesh të fitosh respektin e të tjerëve, aq më shumë e humb respektin e vetes, dhe aq më pak të respektojnë ata. Sepse njerëzit nuk respektojnë ata që presin respekt si lëmosh, që bëjnë, japin, heshtin, durojnë me shpresën e heshtur se dikush një herë mirë do ta vërej. Kjo shpresë ndihet, dhe ajo çfarë ndihet nuk është forcë, është uri, dhe uria fatkeqësisht nuk frymëzon respekt, frymëzon shfrytëzim. Njerëzit respektojnë ata që janë në paqe me veten, që nuk kanë nevojë për miratim të jashtëm sepse kanë diçka shumë më të fortë brenda. Siguri të brendshme. Siguria e brendshme nuk është arrogancë, nuk është të jesh i ftohtë apo i largët, është të dish kush je, me të gjitha forcat dhe dobësitë, dhe të mos kesh nevojë që dikush tjetër ta konfirmojë atë. Njerëzit me siguri të brendshme nuk bëjnë favore duke pritur dashuri në këmbim, nuk rregullojnë veten sipas çdo humori të dikujt, nuk friksohen të zhgënjejnë sepse kuptojnë se kënaqësia e çdo njeriu nuk është detyrimi i tyre. Por për të arritur atje, duhet të bësh diçka të frikshme. Duhet të ndalosh provën. Duhet të ndalosh provën e vlerës tënde te të tjerët dhe të fillosh ta gjesh brenda. Pjesa e tretë. Fjala që ke frikë të thuash. Të kanë mësuar shumë gjëra. Të kanë mësuar se të jesh i mirë do të thotë të mos kundërshtosh, se të duash dikë do të thotë të sakrifikohesh, se ata që vendosin kufijin janë egoist, të ftoftë, të vrazhtë. Dhe kështu, çdo herë që diçka të shqetëson, e gëlltit. Çdo herë që dikush kalon kufirin tënd, hesht. Çdo herë që lëndohesh, fal. Edhe para se tjetri të ketë kuptuar se të ka lënduar. Dhe e kuan pjekuri, vet kontroll, mirësi. Por Jung do ta quante me emrin e tij të vërtet, vetmohimi. Dhe vetmohimi i vazhdueshëm nuk është virtyt, është zhdukje e ngadalt. Respekti nuk kërkohet, nuk lipet, nuk negociohet. Respekti vendoset jo me agresion, jo me hakmarrje, por me qartësi të qetë, me qëndrueshmëri, me veprime konkrete. Dhe gjithçka fillon me një fjalë të vetme: jo. Jo nuk është armiqësi, jo nuk është refuzimi i dashurisë, jo nuk është egoizëm,
Jo është shprehja më e qartë e vetrespektit. Është kur i thua botës dhe vetes se ka gjëra që nuk janë për shitje, që koha jote ka vlerë, që energjia jote nuk shpërndahet pa kthim kurrë, që mirëqenia jote nuk është luksi i fundit pas të gjithëve të tjerëve. Por di çfarë do të ndodh kur të thuash jo për herë të parë. Do të vi faj, me njëherë, si val. Do të provoj të bind se je egoist, se je i vrasht, se do ta humbasësh atë person nëse nuk i jepsh çfarë kërkon. Dhe ky faj ndihet aq real, aq i njohur, sa që shumica kthehen, thon po. Dhe pastaj ndjejnë atë ndjesi të heshtur, atë ndjesi të vogël të tradhtisë ndaj vetes. Jung na tregoi se procesi i individuimit, rruga drejt të bërit vetja jone vërtet, kërkon ballafaqim. Dhe njëri nga ballafaqimet e para është me atë version të vetes që mësoi të mbijetoj, duke thënë po gjithmonë. Ai version nuk është armiku yt. Dikur të ka mbajtur të sigurt. Ishte strategjia e fëmijës që kuptoi, nëse jem dobishëm, nuk hidhem poshtë. Nëse jemi sjellshëm, nuk braktisem. Nëse nuk pengoj, jemi sigurt. Por tani, ajo strategji është bërë kafazi. Fillo me gjëra të vogla sot. Refuzo një detyrë që nuk të takon. Mos u përgjigj një mesazhi që merr gjithmonë pa dhënë asgjë kurrë. Thuaj, nuk mundem, pa shpjeguar arsye. Dhe vëre çfarë ndodh. Të parët që do të shqetësohen janë ata që kanë përfituar më shumë nga mungesa e kufive tu. Reagimi i tyre i zemëruar nuk është provë se ke gabuar. Është provë se kufiri funksionon. Çdo herë që thua jo botës, i po i thua po vetes. Dhe ai po i vogël është fillimi i rifitimit të autoritetit tënd të brendshëm. Nëse kjo pjesë të ka prekur, nëse ke njohur veten, lë një koment poshtë. Shkruaj. Zgjedh të them jo kur duhet. Ky mund të jetë hapi i parë. Pjesa e katërt. Hija, armiku që jeton brenda. Por pse është kaq e vështirë? Pse, edhe kur di çfarë duhet të bësh, nuk e bën? Pse qëndron në miqësi që të ulen? Pse toleron sjellje që të lëndojnë? Pse hesht pikërisht kur duhet të flasësh? Përgjigja nuk fshihet vetëm në edukimin tënd. Nuk fshihet vetëm në rrethanat. Fshihet në diçka shumë më të thellë. Në atë që Jung e quajti hija. Hija nuk është diçka e keqe brenda teje. Hija është gjithçka që ke shtypur brenda vetes. Emocionet, cilësitë, impulset, sepse mësove se janë të papranueshme, të shëmtuara ose të rrezikshme. Imagjino një fëmijë të vogël. Fëmia thot jo. Qortohet. Fëmia mëson. Të them jo është e rrezikshme. Fëmia shpreh zemërim. Ndëshkohet. Fëmia mëson. Zemërimi është i shëmtuar. Duhet fshehur. Fëmia kërkon vëmendje. Injorohet. Fëmia mëson. Të mos shqetësosh është mënyra e vetme për të ekzistuar pa u ndëshkuar. Dhe kështu, ky fëmijë rritet duke ndërtuar një persona, të sjellshëm, të akomodueshme, të këndshme, ndërkohë që varros thellë gjithçka tjetër, forcën, zemërimin e drejtë, dëshirën për të ekzistuar plotësisht. Por ajo çfarë varroset nuk zhduket, fiton forcë nën tokë. Hija jote nuk është ai zë që të ndalon. Hija jote është pikërisht ajo çfarë ai zë po fsheh. Fsheh zemërimin tënd të drejtë, fsheh zërin tënd, fsheh të drejtën tënde për të ekzistuar me forcë dhe pa kërkuar falje. Mendoje sinqerisht, sa herë ke dashur të flasësh dhe ke heshtur? Sa herë ke lejuar dikë të trajtojë si të mirëqen dhe pastaj e ke ndier veten të vogël, të përdorur, të zbrazët? Sa herë ke bërë diçka të madhe për dikë, nuk ke marrë njohje, nuk ke thënë asgjë, por ke ndier se diçka brenda teje ka vdekur pak? Ajo nuk ishte mençuri. Jung tha diçka thelbësore. Ajo çfarë nuk e pranon brenda vetes, të kontrollon jashtë. Zemërimi i shtypur
bëhet pasivitet. Forca e varrosur bëhet frikë. Zëri i heshtur bëhet ankth kronik. Bëhesh i burgosur i mohimit tënd, dhe ndërkohë jeton duke shpresuar që dikush, një herë mirë, të trajtojë si ti nuk e lejon veten të trajtohesh. Por ka rrugdalje, dhe nuk kërkon të bëhesh agresiv apo i ashpër. Kërkon të bësh diçka shumë më të guximshme. Të integrosh hijet, të marrësh prapa ato pjesë të vetes që ke mësuar ti urresh, këmbguljen tënde, zemërimin tënd, dëshirën tënde të mbrohesh, të drejtën tënde të ekzistosh me zë. Jo për të bërë dikush tjetër, por për të bërë i plot. Nëse kjo po të ndihmon të shohësh veten ndryshe, subscribe. Çdo javë, psikologji e thellë që ndryshon mënyrën si e kupton veten. Pjesa e 5. 5 mjete konkrete. Mjafton teoria. Tani le të flasim për atë çfarë bën sot, jo nesër, sot. Sepse respekti nuk fitohet me kuptime, fitohet me veprime, të vogla, të vazhdueshme, të ndërgjegjshme. Mjeti i parë. Shqetësimi yt është busull, jo ankth. Kur diçka të bën të ndihesh keq, ndalo. Mos e justifiko. Mos thuaj ndoshta nuk e kuptova ose nuk ja vlen drama. Pyete veten vetëm një gjë. Nëse do të respektoja veten thellë, çfarë do të bëja tani? Ndoshta do të largoheshe nga biseda. Ndoshta do të vendosnit kufi me qetësi. Ndoshta nuk do të përgjigjesh mesazhit. Ndoshta do të thoje diçka të qartë. Ndiq atë përgjigje. Shqetësimi yt nuk është dobësi. Është sistemi yt i brendshëm duke të treguar, po tradhton veten sërish. Mjeti i dytë. Ndalosë të arsyetuarit çdo jo. Kur shpjegon shumë, komunikon faj. Faji komunikon pasiguri. Pasiguria fton shkelje. Mëso të thuash: nuk mundem, nuk ndihem rahat, nuk do të funksionoj. Pa shtojc, pa justifikim. Aq mjafton. Ata që kërkojnë shpjegime të gjata janë të mësuar të shpërfillin kufit tuaj. Sqarimi shtesë nuk ndihmon, vetëm të shteron. Mjeti i tretë. Vetes tënde i duhet hapësirë në orarin tënd, jo ajo çka mbetet nga ai. Shikoj javën tënde me sinqeritet. Sa orë ke dedikuar vetëm për veten? Jo si shpërblim pasi ke bërë gjithçka për të gjithë, por si prioritet i parë. Nëse përgjigja është 0, ose kur të kem kohë, ky është mos respekti i parë, i brendshëm. Merr kohë, trupi, mendja, gjërat që të mbushin. Filloni me ju, jo pasi keni kënaqur të gjithë të tjerët. Ky ndryshim i vogël sinjalizon diçka të thellë tek vetja jote. Jam prioritet. Mjeti i katërt. Pauzë para reagimit. Kur dikush të disrespekton, instikti mund të jetë ose të shpërthesh ose të heshtësh. Asnjëra nuk punon. Çfarë funksionon është: ndalo, merr frym, pastaj pozicionohu qartë dhe pa kërkim falje. Dhe thuaj: nuk e pranoj këtë ton. Kjo nuk është e pranueshme për mua. Nëse vazhdon kështu, e mbaroj këtë bisedë këtu. Pa shpjegime të tepërta, pa falje që i shqetësuat. Vetëm komunikimi qartë. Ata që vendosin kufi me qetësi, i mësojnë të tjerët i respektojnë ato kufi. Ata që shpërthejnë, i mësojnë të tjerët se mund të nxisin reagime nga ta. Ata që heshtin, i mësojnë të tjerët se mund të vazhdojnë me sjelljet e tyre. Mjeti i 5. Mjedisi yt është zgjedhje. Vëzhgo me sinqeritet njerëzit rreth teje. Të ngrejnë apo të shterojnë. Të shohin për atë që je, apo të kërkojnë vetëm kur kanë nevojë. Largimi i qetë nga ata që nuk të shohin, nuk është hakmarrje, nuk është dram, është higjen emocionale. Ata që vlerësojnë praninë tënde, do ta vërejnë largimin. Ata që nuk e vërejnë, kanë konfirmuar pikërisht pse u larguat. Këto 5 mjete nuk janë të vështira konceptualisht. Ajo çfarë i bën të vështira është modeli emocional i ndërtuar prej vitesh. Por sa herë respektoni veten me gjërat e vogla, bëhet gjithnjë e më e pamundur të disrespektoheni në gjërat e mëdha. Respekti
ndërtohet me imtësira, nuk vjen me një akt të madh heroik. Pjesa e 6. Zinxhiri i fundit. Frika e mbetjes vetëm. Madje edhe kur kuptoni gjithçka deri këtu, ka diçka që mund t'ju tërhiq prapa. Është frika e vetmisë. Shumë njerëz tolerojnë trajtim të padenj, jo sepse nuk dinë se meritojnë më shumë, por sepse, thellë brenda, druajnë se, nëse vendos kufi, do të mbeten vetëm. Nëse them jo, do t'i humbas. Nëse nuk jap gjithmonë, askush nuk do të mdoj. Dhe kjo frikë, kjo varësi emocionale, është zinxhiri i fundit. Jung e kuptoi me thellësi. Ai që nuk mund të qëndroj vetëm me veten, nuk mund të zgjedh lirshëm kë dëshiron pranë. Ai thjesht merr çfarë i jepet, pranon çdo trajtim, vetëm që të mos mbetet vetëm. Por ka diçka thelbësore që duhet kuptoni. Vetmia e vërtet nuk është të jesh fizikisht vetëm. Vetmia e vërtet është të jesh me njerëz dhe prap të ndihesh i padukshëm. Dhe shumë prej jush e njohin atë vetmi, sepse i jetojnë çdo ditë, të rrethuar nga njerëz, por thellësisht vetëm. Pyet e veten tani. A ke pranuar ndonjëherë trajtim të keq, vetëm sepse kishe frikë se pa atë person do të mbetesh e vetëm? Vetëm vëreje, pa gjykim. Pyetja nuk është si të shmang vetmin. Pyetja e vërtet, ajo që ndryshon gjithçka, është si të mësosh të jesh i plot brenda vetes. Aq sa praninë e tjetrit ta zgjedhësh lirshëm, jo të kesh nevojë për të dëshpërimisht. Ky është dallimi midis dashurisë dhe varësisë. Varësia thot, kam nevojë për ty, prandaj pranoj gjithçka. Dashuria e lirë thot, zgjedh të jem me ty, por nuk kam nevojë për ty për të ekzistuar. Vetëm ai lloji i dytë marrëdhënieje ka dinjitet, për të dyja palët. Mbyllja, çlirimi. Historia ndryshon këtu. Tani di diçka të rëndësishme, di nga vjen cikli, di çfarë ushqen, di çfarë të mban të bllokuar. Por dija vet nuk ndryshon asgjë. Ndryshimi ndodh vetëm me zgjedhje. Imagjino dy vija paralele. Njëra, e vjetra, vazhdon drejt. Heshtja, pranimi, vetmohimi. Shpresa se dikush një herë mirë do të shohë vlerën tënde, pa e kërkuar ndonjëherë ti vet. Tjetra, e reja, fillon pikërisht këtu, me një kufi të vendosur me qetësi, me një jo të thënë pa falje, me një kjo nuk është e pranueshme për mua, e thënë pa zë të lartë, pa dram, por e fortë si muri. Nuk ke nevojë të bëhesh person tjetër. Nuk ke nevojë të bëhesh agresiv ose i ashpër ose i ftoft. Duhet vetëm të jesh i vërtet, me veten, para se të jesh i vërtet me dikën tjetër. Sepse kur respektoni veten, ndryshon energjia, ndryshon qëndrimi, ndryshon shikimi, dhe bota e vëren. Jo sepse je bërë dikush tjetër, por sepse je bërë vërtet ti. Jung tha, derisa nuk e bën të pavetdijshmen të vetdijshme, do ta drejtoj jetën tënde dhe ti do ta quash fat. Disrespekti që ke marrë nuk është fat, nuk është e rastit, nuk është dënim, është pasqyrë. Dhe sot, pikërisht sot, ke parë diçka në atë pasqyrë që ndoshta e ke shmangur për vite. Ke parë fëmijën e vogël brenda teje që mësoi të hesht. Ke parë maskën që ke ngatruar me fytyrën. Dhe kjo është diçka, sepse nuk mund të ndryshosh atë që nuk e shikon, por tani e ke parë. Dhe tani, me atë çfarë ke kuptuar sot, ke dy opsione çdo herë që dikush kalon kufirin tënd. Ose hesht dhe riforcon modelin e vjetër, ose vendos kufi dhe fillon të shkruash historinë tënde të re. Zgjedhja është jotja, por çdo zgjedhje e vogël e duhur sot, çdo jo e thënë me qetësi, çdo kufi i vendosur pa kërkim faljeje, çdo moment kur zgjedh veten, ndërton diçka. Ndërton respektin brendshëm dhe respekti brendshëm bëhet i dukshëm. Dhe kur bëhet i dukshëm, bota reagon ndryshe.
jo sepse ke manipuluar njeri, por sepse ke ndryshuar atë çfarë pasqyra reflekton. Nëse kjo video të ka prekur, nëse ke njohur veten, lëre një koment poshtë tani. Shkruaj: zgjedh të më respektojnë. Kjo nuk është vetëm fjalë, është akti i parë publik i angazhimit tënd ndaj vetes. Dhe komuniteti ynë është këtu si dëshmitar. Nëse dëshiron të vazhdosh këtë rrugë, shiko videon tjetër. Hyn edhe më thellë, sepse ka ardhur koha të takosh atë që ke lënë pas, veten tënde të vërtet.